Redaksia jon ka raportuar mbi thesaret më të lakmuara të Bregdetit shqiptar, vilat qeveritare në ujin e ftohtë të Vlorës, të cilat janë vënë në shënjestër nga disa prej figurave më të fuqishme të politikës dhe biznesit në vend. Pas një vendimi të beftë të korporatës investimeve shqiptare, u hap rruga për dhënien me koncesion të kompleksit qeveritar. Tashmë ka nisur një gare e heshtur ku lufta reale duket se bëhet për influencat dhe lidhjet politike. Zyrtarisht bëhet fjalë për një projekt për rikonceptimin e rezidencave qeveritare në struktura akomodimi elitar. Garuesi janë kompani satelit të figurave që kanë diktuar zhvillimet ekonomike dhe politike të dekadës së fundit. Kush po favorizohet? Së fundmi një skandal i rënd ka shpërthyer në lidhje me procedurat e përzgjedhjes së ofertuesve për zhvillimin e vilave qeveritare në Vlorë, ku korporata investimeve shqiptare dyshohet se po ushtron presion mbi komisionin e vlerësimit të ofertave për të favorizuar dy biznesmen të njohur, Artan Dulaku dhe Alban Xhilellarin, të cilët paraqiten në garë me marrëveshje të ndara, por të lidhura me të njëjtin brand ndërkombëtar Melia Hotels. Burime ekskluzive për redaksin ton brenda institucionit zbulojnë se ndaj punojësve të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave, po ushtrohet çdo ditë presion. Çdo ditë po na detyrojnë të firmosim dhe të ecim me hapa të mëtejshëm, me vijimin e procedurës. Në fazën e parë të procesit janë kualifikuar dy bashkime operatorësh ekonomik, Edilale Artan Dulakut në bashkëpunim me Melia Hotels and Resort dhe Blue Horizon 2005 Alban Xhilellarit në bashkëpunim me Melia Hotels International. Megjithatë, të dhënat zyrtare dhe dokumentacioni dorëzuar tregojnë se Melia Hotels and Resorts dhe Melia Hotel International nuk janë entitete të ndryshme, por përfaqësojnë të njëjtën kompani, njëra si emër tregtar dhe tjetra si kompani mëm. Kjo krijon një konflikt të hapur interesi dhe cënon rënd parimin e barazisë të ngar, pasi një brand nuk mund të garojë me dy palë të ndryshme në të njëjtin proces konkurrimi. Sipas të njëjtit burim brenda Komisionit të Vlerësimit të Ofertave, kjo situatë përbën një manipulim të mirë organizuar dhe një farsë ligjore. Kualifikimi të dy operatorëve, megjithëse përfaqësojnë në thelb të njëjtën markë, ngre dyshime serioze se kemi të bëjmë me një garë të reme, me fitues të paracaktuar dhe objektiv të qartë, favorizimin e interesave private në dëm të transparencës publike. Ky rast paraqet një tjetër shembull të kapjes së shtetit nga rritet e interesave të lidhura me sektorin privat dhe brandet e mëdha ndërkombëtare, ku lidhjet oligarkike qeveritare përdoren si mbulesë për manipulime dhe marrëveshje të mbyllura në ndryez. Dhurat plazhin. Fituesi për post godinave që përfshin 3 vila me një sipërfaqe ndërtimi mbi 1600 m2, do të përfitojë edhe plazhin përballë, një nga më të kërkuarit në Vlorë. Korporata investimeve shqiptare e ka lënë të hapur këtë mundësi duke e lidhur me legjislacionin turistik në fuqi, duke e shtyrë vendimin final pas përzgjedhjes së fituesit. Kjo e bën projektin edhe më tërheqës për investitorët me lidhje politike, të cilët jo vetëm përfitojnë nga ndërtimi i hoteleve me 5 yje në vilat historike shtetërore, por marrin edhe një copë të Bregdetit shqiptar për përdorim privat. Kamuflimi i shtetit, coptimi i Shqipërisë për oligarkët. Në dokumentat zyrtare, korporata justifikon projektin me idenë e nënshfrytëzimit të rezidencave qeveritare. Por në realitet, kjo është një tjetër skemë legalizuar për kalimin e pasurive shtetërore në duar të pakta dhe të fuqishme, me justifikimin e zhvillimit ekonomik dhe menaxhimit të standardeve të mikpritjes, po tjetërsohet një pasuri historike dhe natyrore me vlerë të pasaventësueshme. Apo përdorin këto marrëveshje si qoka në prag zgjedhjesh? Koha do ta tregojë nëse ky tender do të jetë një tjetër skandal i radhës apo shembulli më i fundit i një Shqipërie ku pushtetit dhe pasuria ecin paralelisht.